E dini me vllazni, kur është njeri i smund, me smundje të rëndë, edhe i vjen mjeku e i thot, elhamdulillah, rezultatet tu janë shumë të mira. Elhamdulillah, ilaçi ka pas efekt. Atë shumë gëzohesh që të shtohet ymri, atë shumë gëzohesh që ti po shnoshesh, që ajo e kalume jote harohet. Para mendon momentin e vdekjes me ardhë me laqet me thonë, mishte për ty se në xhenet je nis me shku. S'ka dhimbje, s'ka piklim për ty në momentin e tillë. Ama kush për neve? Kush për neve ka garancë se kështu ka me pas fundin e ti? E Zoti përse bovë, në atë moment kur ti jetë me dhonë shpirtin, ku ti jetë u pasë se qka ka me ndodhë me ty në atona, e vinë me laqet e të thëjnë, vaj për ty ku jetu shku, këtu një ke jetu, ndoshta probleme vështirësi ke pas, ama atje ku je shku si e përgatit, atje shumë ma keq ki me pas. Sa është rënd me dhonë shpirtin në atë moment, ashtë ma rënd bëhet, sepse lajmet që të vinë për atje janë lajme pikluse dhe mërzitëshe. A dhe o vlazën, unë edhe ti sot na e përcaktojmë të ardhmen tonë, me pendimin e sinqer që kemi ndaj Allahu Dhu Xhelal dhe me angazhimin tonë serios me mbush jetën me vepra të mira, se vallahi këtë ajo që na lodhemi, angazhohemi, zihemi e rrihemi me zvete për të grumbu pasuri. A e keni pa kur kujt pasurin të vorës ja kanë shti?